shiko tani to deklarata do filloj gjithse kush të pozicionohet për interes partisë vet. Dhe zoti Haradinaj besoj që më shumë se sa pra në ndërkohë që i bënte thirrje opozitës ishte duke bërthirje ati tjetrit. Kështu që e cila në një farë mënyre kjo ka përqenë duke njoftë Albinin, besoj që ai ka për ta lodhur opozitën. Pra edhe në këto negociata, nëse arrin të ketë 47-48% dhe të marrë diku te 53-54 mandate, varet edhe pastaj se si llogariten. Them që ka për ta mbajtur sidoqoftë të tensionuar në negociata. Por me këto rezultate, pra sikur të ishin rritur partitë e opozitës. Vonu pak më kisha llogarit tjetër orar, po qeveritë opozitës, e cila do ishte më shumë dëshkuese për vetëvendosjen, por në thelb prap do duhet të shkohej në zgjedhje në pranverë. Kështu që unë mendoj që do ketë një qeveri mes lëvizjes vetëvendosje dhe një prej partive mes PDK-s ose LDK-s. Në rast se nuk ka një qeveri të tillë, do të thotë që kriza nuk zgjidhet. Nuk besoj që zgjedhet. Nuk besoj që zgjedhet edhe sikur të dalim me 50% Albin Kurti dhe vetëvendosja, prap do duhet, pra këtu është maturia. Pra si do dilet nga ngërçi i pranverës, nga ngërçi i presidentit, pra si do i tregohet